Moderatorja e njohur shqiptare Roza Lati ka kohë që është larguar nga ekrani dhe mungesa e saj është ndier nga publiku. Së fundmi në një Insta story ajo u përgjigj fansave që e pyesin për arsyeën e largimit nga televizioni. Roza tregoi me sinqeritet se arsyeja kryesore ishte zhgënjimi i thellë që përjetoi ndaj mënyrës si funksiononte televizioni ku punonte. Ajo rrëfen se ndonse e ka dashur dhe shijuar punën e saj, presioni psikologjik dhe mungesa e mbështetjes në momente të vështira e detyruan të largohej. Megjithatë, Roza premton jo vetëm një rikthim personal, por edhe bashkëpunim me profesionistë të tjerë të zhgënjur nga televizioni aktual, të cilët, siç shprehet ajo, ndajnë të njëjtin qëndrim. S'kam mbaruar me ekranin, do rikthehem dhe jo vetëm, por me një grup profesionistësh që, si unë, janë lodhur nga mënyra si po zhvlerësohet televizioni sot, shkroi ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.